Shikues të nderuar, jemi me podcastin e radhës Arena e Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dugazhini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Laftë, pa filluar me bashkëbisedimin me të ftuarin e radhës, mos të harrojmë t'i përmendim sponsorët tanë të artë, të cilët janë Golden Eagle, Air Myne dhe Xfis, ndërsa me neve sonte është futbollisti i mirënjohur nga Kosova, Albin Krasniqi. Albin, mirë se vjen te Arena e Yjeve. Faleminderit shumë, mirë se gjeta shtatësi për me konë pjesë e këtij programi. Faleminderit shumë. Albini është mesfushor sulmues, ka nisë te Ferizaj, ka luajtë Drita, te Prishtina ka pas shkëlqimin më të madh, ndërsa sfundme ka bë hapin e madh karrierë, ka kalu në Ukrainë të skuadra Kollës. Pyetjen e parë zakonisht ja bojnë aty që ja ke nisë me futbollin edhe kur e ke pa që do të më merr seriozisht me këtë punë. Po, normal si kreatrit, fillim e nisim veç që sa për hobi ose diçka, dhe në fillim e kam nisë tek treneri në fshat aty që kemi pas trenerin e Enver Krasniqi, shfryzoj rastin me përshëndet. Normal, fillim si këtë prind kam pas qef, fëmija me shku ma shumë me mësu se më mirë me futboll. Po treneri u konë shumë, ka shku dhe ka folë edhe me boba dhe me sen, ka thonë që nuk ban mja nolë djorit futbollin, se është lejtori i mirë, mund me që shtojnë na me 100 selamet një dit. Edhe aty bobi e ka po që për një me jam shumë i dhanë pas futbollit, edhe ka thonë dhe në rregull vazhdo edhe me futbollin, edhe qështë. Sa u kon kjo koha kur ke luajtur këtë ekipin e fshatit edhe kur e ke bua atë kalimin te Ferizaj? Nuk u kon edhe shumë, nështë 3-4 muaj e kom po kalimin njerë kom shku në Kaçanik të shkolla e futbollit New Star me trener Fatës Vishin. Edhe aty nuk është që kom nejtë shumë, kom shku tek vullnetarit që kësë kon treneri Recep Mërseli, në atë po. Pastaj për vullnetarit kam vazhdu të Dinamo e Ferizajit, tash që është ligën e porë kon trener Fatës Ademi, aty kom kalu besë një 4 vite të mira, me pionjer, kadet, junior një kohë, edhe qështë është. Te Dinamo ku ke formu të si lejtar? Po, te Dinamo Ferizaj. Se Dinamo ve shumë edhe sot, ka lejtar talentum shumë. Po, për pora nuk e ka pos ekipin e porë. Po, tash e ka bo edhe, po me rezultatet mira dhe ai klubi tjetër. Te Fikçanga. Te Fikçanga, dhe me thonë Ferizaj, një ekip Super League, 2 në Ligë Parë. E ka është një ngritje në Ferizaj kur e shikon futbollit dhe i shesh luajnë shpesh kanë turnire shpesh të futbollit vogël. Edhe kjo po më duket kjo e kam mbledh edhe i ndol shumë lejtar. Me kallzu drejtën në jam e lejtori liga futbollit vogël. Çashtu e kemi këtë luajnë çashtu, Dhe është vresht edhe fushi i marak në kur të koptovin mos kur i ri gjynamës me lu pa turnira. Kum lujt shumë edhe kum lujt nashtë jam konë shumë i vogël, jam konë edhe kum lujt me matë majë edhe për qëta se kum pos probleme edhe kur kum dollë në ekip porë, kum dollë si shumë i ri, si 16 vjeçor në ekip porë edhe nuk e kum pos shumë problem. Mendoj që më ka nimu shumë futbolli vogël. Futbolli vogël. Nuk është i mirë tash, po ja më gjithë për ata profesionalizëm normal, po sidomos kur je i ri, dhe në 16, 17, edhe 18 dhe një njëra. Davici kish luajt gjithë futboll vogël në Juventus kur shkoni është dalën për Mahalla kish ik. Ku i kish patur luajt ishi me luajt me ta. Donë ka atë vlerën, sidomos teknikisht ata që kanë qef me luajt me top, se mbrojtësit kanë qef luajnë futboll vogël. Albin, kur janë ardhur provat e Shkëndija, klubi i madh shqiptar? Shumica dhe nuk e din, të më thonë që jam konë pjesë e Shkëndijës pak në prova, bile jam konë edhe në ekipor ku pos ofertë edhe për kontrat. Kur jam konë të Dinamo, lysh me junior, në gjysë sezone i kam shënu për 9 ndeshje 12 golla nëse s'ga bëj, edhe për shkoj e kam një njerit familjes shkën të tovë shpesh, edhe shkoj të aje edhe a i ma bën qështu janë të prova, nësi i pushim, nuk jetë të bo diçka, hajtë dhe prova, edhe në ku menu që i po shkoj me junior, se jam konë shumë i vogël, 15 vjetë. Edhe kur hi aty në zhveshtore, kur i shaket njerës, edhe dy menoj që i gabim njerës, se di shka po bot. Edhe ma bandjo me ekip pare sene, po kë i ri, po e këqyrë, ma vete provojmë. Hi një dhe 2, bojnë një javë, i krym një javë atë parë provat, mas si halo bashku në shpe, po më thirë treneri, u konë atë ko që atë pësoni edhe ndim si bashkim Levareka, po ma bojmë për 2 javë, i fillojmë përgatitjet me ekipën e parë, du të më konë pjesë e ekipës parë. Edhe që ditë nga vëtë thëmë, 16 vjetë sa i kisha mush edhe thëmë, vëtës, halo isha me junior sa kisha dollë të rritë.
Edhe po pikallë dhe babit që është po ma bana vete, po mëre shko që shkëndia. Në atë kohë sa e kryti lën me Milanën pa ty të po Plus edhe ofër e kisha shumë edhe shkoj aty kur hinë zhveshtore, shka me po krejt yje, Fenan Asoni, Besart Ibrahimi, Armen Talimi, ka qenë Ardian Cuculi, Egzën Betulloj, ta që pjesë e dritës, do me thonë për mu konë habi veç mu konë pjesë e zhveshtore, se le mo me stërvit me ta. Edhe më kam pas prit ekstrem shumë mirë, se jeri e poshin që edhe isha i shumë jeri u mërzit që ka pak se normal. Halo isha në shkollë të mesme, në klas dhejt nëse s'kave. E pse nuk nejte? S'nejta se atëherë konë nuk nëse je lejtor, se pasaport ajo njët atje si e pasaport jo e huj. Edhe ata i morën 4 lejtorë se 5 nëse s'ga bëjë. Po, të huj kam. Unë nuk isha drejt me junior. Edhe masi pi kryim fazën përgatitore në Strug ishëm atje, Nuhër. E kryim fazën përgatitore atje, ktheheshim 2 ditë pushim, o nismi për Antali, po më thirë treneri që aty po s'moni. Aty po ma ban jenë aty full me Prishtinën, po dojna më të qu atje si huazim, me potja, pëde, po monëshe, so sen, më të këty, se je shumë i ri, i roke me djeg një lejtorat, atë ku ishin ata së të një juniore, ata. Po, kam pas shumë. Normal, s'ke shonca aty, edhe, i thashën, okej, thash, po nëse moni jo në Prishtinë, po shkejmë Ferizaj, ishe edhe Ligë e Parë. Po, Ligë e Parë. Edhe atë kur nuk ish halo trener Bilbil Sokoli. Edhe ma ban e këshyrim nëse muj me bo diçka për Ferizaj, po ma shumë dhëtë me shku në Prishtinë. E kam pas se kam pas marroni shumë mirë me atë edhe një lejtore pa të mbobili. Po, me sa disa muslive në pa të mboni farë trompe. Kthej në shpe, u mërzita pak me ton drejta, normal, se merë pak si jeri e shabede, po e kalova, po më thirë Gent Hyseni, telefon ish si drejtar në atë ku më Ferizaj, edhe kish marroni shumë mira me Shkëndijin, po ma bën qështë më në shme orë. Po, shumë, këtë klubet kaluvate. Edhe po më thirë, po ma bën më në shme orë, betim Ferizaj, kena full me trenerin, nuk isha në nshkru një kontrol, halo, me Shkëndijin, edhe isha shkova atje në Ferizaj, ish trener Bilbil Sokoli, tash, edhe që shukon, ishte selektu dhe lejtorë dhe janë konë për mi, nëse s'ka bëjt dy zhveshtori, në konë të mështë me lejtorë, abet se ishme si më prova e sopi që të edhe pe ban, piton ekipet që i ka pos prova që i ka morë pak dhe, abet di që janë konë pak ma të shmum, stërveqin një në nona tjetë, ishme për mi zdi sovetu, shra ishme knej, edhe bile ishë ndim sa të ko Granit Begoldi dhe burim Qerkine, ata në këshëshin ma shumë. Edhe një se ban prova një luj, shusha i don golat, e sen e lujmë nga apedim, më shep pak të lujt, edhe më shep pak të lujt, ma ban nuk kry nale veç pak stërvitjen, më donë më qetë me një ekip ma tjetër. Edhe i bojmë të aksione e sene, edhe më thirë tani me lujt me ata, thot hajde me lujt këtu preseng, ishin ata skallzovat, ish për shaka qëtërëm da utaj, e dina shone, këta janë konë. Edhe po më shte me lujt një preseng, kur për kry stërvitja, nërë që t'kejtë dhe po ma ban, si e ke emrin të ideal, thash Alpen Krasniqi, ku e ke kry shkollën e futbollit sana po më vejt këtë pi kallëzej, po apan të një ditë më nëshë më bo lejtori ma. Edhe që aty ka një të thonë. Që aty e ke morë seriosisht? Seriosisht me ekipore dhe isha shumë i ri, 16 vjetë, nuk e komenu në herë që qatë që i ri mëj me lujt në ekipore. Masave tro me debutu me Ferizojnë edhe... Me Ferizojnë... Që shukon qaj sezon për ty? Me Ferizojnë lujën e pore patëm këndër Vushtres nuk u registru, së më kishin registru halo si lejtor, se nuk e dishin. Edhe prova, ekipa që s'lujke, lujshim me junior të Ferizojnë. Edhe prova që ka po si prova vike si më shefti këshër ke lujt kitë. Në theke nuk mëj me orë për shambull sa të vanduna ekipa e dytë lunë. Për shembull për 2-ve, ekipa që ka lujt janë një stërvitjes për 3-ve. E profa vike atë si më shef. Edhe luj me këndër junior, unë isha me ekipor, luj shumë mirë, edhe i ndjeri na diragjimu, sa isha aty, po ma ban, Alben ty do të më të regullu letrat pa tjetër se jesh shumë fort, shumë mirë. Edhe profa si prova, kur janë aty, apo në atë në ndim, sa si ka lujt këtë djali, që edhe mi registrojnë, do me thonë i kry letrat, luja tjetër ish me Fushkosovën mrena, më provon kështu si standard, ma je pantiri, ma je kesen, edhe më fut minut 30. Nuk luj shumë keq, pas shumë mirë jo që me thonë, po provë si jap do me thonë sinjale pozitive që muj me bo dishka.
edhe loja tjetër është kundër Rami Sadikut në Prishtinë, fush dy korrikut lym. Në atë ndeshjesh e jap gol minutë 20, nëse s'ka bëj, e jap një gol edhe kryet pjesa zerën e për neve edhe si him zhveshtore. Kisha të lysh shumë mirë. Profat porin mu kthehet ma ban. Ti ja mendon që ke bot diçka veç pse ke dhënë një gol. A do të mundol çtash mos me lut. Po shumë me mojt motivin alë. Po shumë interesant profa më kanë ndihmu shumë karrierë. Edhe që kjo tani akon sezoni ku veç i ke fillu ndeshjet me luta amon me burra. Natë sezoni ku më lujt kit lujt, të më thonë që sa jam kohë mirë veç net, shtë që të lujt kit lujt, përveç ndeshjen e barozhit që nuk më shte standard pro. Po veç mbas ndeshjeve të barozhit fillojnë veç me ardhë ofertat për ty. Për Superligës. Për Superligës, ka posë për Superligës Shqipënisë të ekipe. Ka pos shumë që tash me emra nuk se ka kalu pak ku ka pos shumë për shembull kom pos profat ku sa u bo trener në lap ishte atë ku edhe mur litor shumë mirë edhe më thërë ke shumë bile thoti jem u konë që profa që lej jashtë diko nuk e di ku shkaj se nëse i shkon profa në Kosovën e nashtë edhe nuk isha shku në dritë atë ku bete se kisha në shku kontroltër me lopin edhe shkryja po prova bede pritëm 2-3 sot vijë dhe i krym senet, e në atë kohë më lemrën Pisni Kërqelin, ishtë drejtër në atë kohë. Në dritë edhe ma bënë qështu jena të interesum, i thamë nuk mëj, po më bjenë shumë ketë se i kom thonë profës që kam orë në lap. Edhe, okej, a vëdim ma mbyllë telefonin edhe e gjon një kontakt për me full me bobin tema, vëdim. E bobi jam kur del me full ja banë unë për djolin tem nuk mi me garantu mos i kum garantu një era ata që këndis se që kena iki që mas ju kry sezona e barozhit që e luj edhe me vllaznimin lujnat ndeshit 4-5 më fut profa direkt si kryet pjesa e porën më fut direkt edhe i kum thonë shkëndijës që gjatë rrugës që po apë di ka me orë edhe ata janë do me thonë nashtë jam lejtori vetëm i vetë ata në administrat që e kum lon kontrolët në zyre e kitë do me thonë në mirë vesh me kontrolët me kitë veç nuk e di merë një ndjesi që nuk du me shku të to, që ashtë të merë. Që ke kohë kur Fisi e kontaktën Bobin, edhe Bobi kur del me full me Fisin, i thët, unë e për djollë tem, qefi jam u kom maj modhi me shku në shkëndisë, në gjyrat ku që ze, po ma ka prish për që aty, edhe unë e mu për djollë tem nuk me thonë që Albini vjen sigur. Po u kry ka thonë ka me vetë, ka me full, edhe Bobi të do këtë Fisin, më abet që është njëri seriozë, sene, edhe më lejmërën Fisin telefon, mas 2 ditë e thët, ta kom gjithë shpin jam të torë të shpia, vede, po du me full. Edhe që tash kontrolët që kom në nëshru në dritë, kom veç që më korë keq, më këthy dur thot për shpis. Do me thonë, as nuk e kom këshirë rogën, as veç që më vjen shumë keq, a vede merë të shpia, më respektoj shumë e sene, tash a vede me këthy dur thot, merë shumë keq, që aty është në shkrita kontrolët në Shkëndia atë ka met peng, Po, më ka vejtë peng, të kalë të drejtet. Me shtarë monët me shku me lu kur dojmë. Presoj shumë mës me mbyllë karrierën. Pa lu të shkëndi vile një vjetë. Shpresojna që nuk bën, edhe do vjetë hopa më ropa. Shpresojna veç ma për para. Qa e lujnë me barajën e pati fitu me vllaznimin, apo në drenasu lu, në penalti. Po, e fitu në penalti. E mojnë në sesar. I kena stërvit me provën, ashtë i ka njërë në tit penalti për 3 mujeren. Gjithë shtike me shëtu penal dhe shëte isha një penal për shambull shot shumë u këthejke edhe epoke që shumë i ri thejke vetë me vete nuk me ditë pa një alon penal e kemi posat kapitenin Burim Shabonin për 3 muj nuk e di që ka up një penal në stërvitje kur nuk e di, kam shu penalit fantazi gjithë e ke pos gol veç që në barajë shumë interesant po, më ne vaj ndryshën loj tensioni të edhin mas mirë po për penalave në së të me folin ja mërë të drita shkon të një klub në atë ko dritave që fiton titullin dhe janis me mbledh lejtar shumë mirë dhe vetit e ka pas një ekip shumë të fort, e ka pas Gjevdet Shabonin, Kasiat Regja, më zga bosha. Kasiat i vjen ma vonë vjen. Po atë ko ke që... E ndritën në mdo këtë e ka pas Krasnicin, Liriton Leci, mbrojtja e në konë. Bujar Shabon. Po, dhe Drilja Musaj. U konë shumë Viki. Po, Viki. Viki, dhe me thonë e kam pas një ekip shumë të mirë. Qysh ke me shku të drita dhe
me stërvit me këta lejtarë që në atë ko vjen kom për i me patën po emna dole në Normal gjithë të qabolin, unë si fëmijë e kom këshirë shumë, edhe me kalzu drejtë e kom posi dëllë, gjithë të qabolin, do të thonë ropët. Ropën e kom posi dëllë, edhe me stërit me ropën, nuk kom për mund t'i shka s'me me përshkru, se kom lejtore ma, normal. E qa shkoj keq, se dim që te drita normalisht, konkurenca u kon shumë e fort, po qyshe e vlerëson këtë kohë, se na e dim që... Ama kon shumë e qëdeshme kjo, ser ka lujt mirë, po tani lojnë tjetër nuk lujke. Shumë interesant. Edhe kur e shtishin, kur e ke bëj bankës e bëj ke dallimin, edhe kur lujke standard na e lujke shumë mirë, lojnë tjetër nuk lujke heq. Kon interesant dritë se kur shkova herën e porë, nuk e... Te kur shkova herën e porë me trenerin për kimi Sufi, po merë nga të vetit edhe po ma ban ti e lejtor shumë i mirë, po jesh shumë i ri. Do më nuk më nështë direkt të më të shti, a vedim e lu standard se është ekip kampione, se në ka presion të madhe nuk e di sa më nështë me e përbalu. Edhe këta e mirë kuptoj, a vedim për trenerit bekem se qashtu është. Edhe thët, po gjithë ndeshje, ki me pos rostin, 15 minuta, 20, 25, a vedim ki me pos rost. Bile kur e fitujmë Superkupën kundër Prishtinës, në stërvitje që i kemi posu u full shumë herë nashtë edhe me lujtë standard, se ma në rike pancirin e sene, më dojke shumë treneri bekem. Edhe unë e mirë kuptoj, ata që thët, a vete një ndeshje 15, një ndeshje 20, edhe është e vërtit që sa kun treneri bekem nuk na bje shumë, nashtë i 4-5 jute pora, së tani largut, unë e luj që atë luj. Po tani vjen trener, u kon trener shpëtim dërë. Edhe u konë shumë interesant për treneri shpëtim, kam respekt malë, për mu është treneri malë, njëri malë, është nuk, stërvitën e porë si vjen, më shethet shumë i rritët këtë do të me shku me jënjerë me lujtë. Stërvit me ekipor së problem, po për me lujtë do të me lujtë me jënjerë. Edhe aty mu më vjen, se erla për ekipo sport të lujtë standard, me shku tani me jënjerë, më vike pak, interesant. Dhe kemë vinet Ferizaj së velik. Ska pos problem, apet se stërveqa, lujnë nuk i hopsha dhe e mirë kuptaj shatë. Edhe do më thonë nuk lujnë një ko, më shten lujnë e fundit e kishmi për kup, na vjen me, nëse zga bëj, o konë me bashkimi, as di, o konë trener Faruk Statufci. Bashkimi Korethinit, nuk zga bësha. Nuk e di, e bajnë ndeshje... Minatori Madurës, Minatori. Edhe e bajnë ndeshje të mirë, kur shkojmë post përgatitur atje, janë isë edhe treneri shpëtem më futë si standard, se në më shek o gjë. Bile ndeshjen kur hupmi për vllaznimi Gjakovët që shkarkuë treneri, atë lujë më shtin minut 50 dhe lujë ka do shumë si lejtor. Ku ka shku tani masanej, treneri shpëtim ka kontakt. Po, konë shumë. Tani në atë kohë hecë treneri shpëtim, në ju sa konë si treneri si ndëms, ka mbojt gjithë shumë ofër vetit. Në ju? Po, shumë ka mbojt ofër vetit, ka kalzu shumë sena, dhe jam mirë njësë trenerit në ju. Kur ka orë treneri po orë, unë e kom prit që ka me lytë, se në atë sezon nuk ishim të luftu për kur gjë ishim vend 4, as nuk ishim për ma poshtë, as për ma naltë, se do me thonë me një farfjalli veç për dritën, në atë sezon kryet kampionatis se nuk... Po, e mojme. S'kesh objektiva, edhe në atë sezonën e me të kalzu drejtën pres me lytë shumë, se është pa objektiva, a jam lejtori i ri, edhe po për që di edhe në atë sezon nuk ka që lytë shumë lytë standard. Nuk e di... Që kjo kohët ka karakterizu që gjdo 6 muj ke lypë më largu. Gjdo 6 muj, zdo ke ditë, citove trenerit në i, kërë konë Valjan Zimberi, drejtër e këta kitë gjithë dhe me thonë, lypësha më largu, se nuk e nisha mo edhe vetën edhe si të sigurt me thonë, se lysha në ndeshën, ashtë e lysha mirë, tjetër nuk lysha. Është një sezon, para se me jesë në i, nuk e ditë nëse s'ga bëj, nuk luj 16 gjere rrenë. Nuk e luj asë një minutë, gjerën e 16, e kena kontër Tugagjinit në Gjilan, e ban formacionin, mështet formacion, edhe me thonë drejtën nuk besej që i luja, vete se s'ju 16 gjera nuk e najsan. Edhe më thirë mas ndeshjes, mas stërvitjes në zyre treneri, në i, dhe ma ban, ki ndeshje ki me lujtë, që ko e ki pancirin, urdhë në luj, edhe s'ka kërshje tjeka, vete. Dhe vetë me veti, që shtojmë të na, je i pështet për mure, edhe ki në lyve Tugagjinin më shten, lyve në dzjeri penal në pjesë të porë, po kryt pjesë apor 0-0, Salmir e u penal. Në pjesë dytë,
asistoj për mujen, e bojmë 1-0 dhe luj tani ton lojën shumë mirë. Po. Bile natë lojë jam konë edhe në formacion të javës. Po, era vora. Po, edhe tash ish loja por edhe hita në formacion të javës edhe tash e kisha një farbindje që tash ka me lujt edhe Më tha shansën e Po, më tha shansën e kia edhe pret shat gjithë. Qysh me lujt? Ish loja në fund javë me Prishtinën edhe nuk ban trajneri shumë atë javë formacion e sene. Kur e ban formacionin, nuk e shë vetë informacion. Por nuk jam konë gjatë kampionatit, asë njerë nuk jam konë që i kom pengu për shumë gjithë kampionatit me shku trenerit me thonë lëshëm ose lira. Kur konë kua, apati, po kur konë apati, që 6 muj e kom lodh, në ashtë i bile i kërkaj folje që tash se e kom lodh, që të 6 muj kom lodh. Dhe do me stima shumë dorën zemër, në mas që ty të mas asoj loje. Bile qatë sezon, në shkojmë fazë pregaditore, fazë lojën e por nuk luj heq, se do më thonë faza pregaditore është mi provu krejt, po. Nuk luj ndeshjen e por heq, ndeshjen e dytë më fu treneri bëj 2 golla, ndeshjen e tretë lujna kundër Antalya Sporit, nëse zgaboj, luj veç 10 minutë. Edhe për që ta nuk sot asoj ditë jam shumë nuk e di pse ka ndodhur. Po. Prej dritës kthej është e Ferizoj. Qysh ndodhi? Edhe çka ka ndryshe për herës Po parë? konë shumë interesant se Spori kur folet për mu largu e thirr Valen Zyberi Drilon Islamin e tjerë në zyre dhe i thot çështë ki konkurrencë, u konë mirë me shku, a vede me lujt me një ekip edhe na të folit thot se nashte edhe Albinin ko me këshyr trenere dhe na i det nashte edhe me Albinin kena me full për ty trenere pak ma i sigurt më posë fjallëve të Valen Zymberit. Edhe kur më kalëzën Driloni tha bo, po super, ka bo vete ta thirit direkt telefon drejtorin, bila vete ma si ka kam pak si të nëzit, edhe thirit tha ma bujna me full tasha, nesrit stërvitje fullim, a vete ma ban, hajde të nesrit, së problem. Edhe fullim ma ban qështu ka thonë trenerit, ta këshyri Albinin edhe pak se nashti mëj me fut edhe në kraj, sen në të kohë trener, sa vjen ashtë në thoqit. Edhe i tha mu, okej, bile ma ban Valen Zyberi, thot, tash më se shën lerti, se na e din çfarë letoria, po jo, shqyqyr zotit bëhet për mu largu, edhe në ato momente kur bëhet mu largu, e merr vesh treneri Tahir Batatina. Me të marrë me njerë dhe ge. Mu largu, edhe u konë, ka thirë shumë treneri Tahir, jam bjen njës, se më ka thirë, gjithë herë kur jam kohë, kur u full që po largohet, treneri Tahir më ka thirë. Gjithë s'ka posë pësën. Po e kina posë për shumë nëse largohemi për dritës, e kam posë marrëvesh i klubët veç në Ferizaj. Në Ferizaj. Po se s'ka ndash me vërëcu ekipët e krejot. E ka posë drita këtë politik. Te Ferizaj, bashkë me Drilonin, e zhvilloni një super sezon edhe konfirmuni që jeni lejtar që do të me lujt edhe mëni me lujt pa problem Super League. Që shukon qaj vetë? Dhe me thonë, një vetë për 2 i mirë. Në vetë shumë i mirë. Shumë të vonë golla e për faullit e... Na shkojmë... Aja jam dritës për faullit? Jo, balkonet. Balkonet pak ma herët. Se shkoj Huazemon e një dritës tani këtina vetë. Ishtë trener Panadic, Panadic e konë trener shumë i mirë, konë shumë si me thona, ka analizu shumë sene, nuk e di, e konë vlerë për futbolin tonë, më konë trener si Panadic. Ato nuk e kanë livdu në media, se na zakonisht trenerat që janë panele, nuk i livdojnë trenerat e huj, po për i me ajo konë trener mirë, se ka morë Ferizojnë me shumë pak pikë. Këna shkuj nëse s'ga bëj. Kërë një shkuj jo në dimën, 10 piki keni pasë dhe keni fitu 30 e diçka. Edhe kur këna shku na kitë, dhe më thonë kitë njerët që na kanë po, kanë thonë ajnë normal që shmu në me shku. Po, një ekip të romë. Një ekip kur është e romë për ligës. Bile treneri Panadic kër na shërën e por, se bëjmë hajgore shumë shpesh me trenerin e për tjera, të Ferizoj, Analien. Ja ban kur i kom thonë për herë të por, trenerit që ja vede qëta janë, ja ban kush janë këta fëmija, ja bana janë shumë lejtarë të mirë, ta janë konë dritë, e këse edhe ja banë, po mu konë të mirë këshin lujtë. Amo, është interesant se si të shkojmë fazë pregaditore, ndeshin e por, në ashtin 45-ën, mu edhe Drilonin, unë asistoj Driloni jap gollë prej asoj ndeshje, o konë treneri, Panadic ke mujt nja përmen kitë, po Albinin e Drilonin s'ka për nja prej kitë. Po. Edhe ato bini në baraj, me një loj që luni ma mirë, po edhe në konë shumë favorit. Kanë erë favoriti i rëzën ekipet. Edhe u pritë shumë për juve se këni bo një gjysë sezon
nivelin e ekipeve që luftojnë për titull, çfarë shumë pikën e marrën. Kena Gjysmën e dytë sezonet si të mos Mrana Ferizaj Mrana Ferizaj e cila ekip përveç Malisheva që na mund pile e morëm kartën të kush minutë 8 nëse sa po e lym kit lojën se Mrana Ferizaj e mujm dritën nat ballhonin e Ilertojës mesin barazim lym shumë mirë ekipet kit kështu i mujm edhe çast si frymë krijoi trajneri që e dishmë sigurt që nëse lyna Mrana fitojmë gjithçysh. Po. Domethënë Pana di që pas ka merita për ngritjen tonë. Po super merita. Është super trener, super njeri, kokit. O ka posë super karrierë. Deri para dish ka lut nëse s'ka bëj 6 vjet në Hamburg. Po, në Gjermani, po. Albin, domethënë tash që kjo hera e dytë e Ferizojit boni me i lu që është këtë ndeshjet edhe një gjysmë sezonit mirë vazhdimsi, u po talenti jot, loja jot, edhe domethënë shumë shpejt vjen kalimi te Prishtina, klubi më i madh shqiptar. S'me thon kosovar. Shqiptar. Ça nuk kupton kjo për ty, ky hap i madh edhe a je kon më dyshë ose diçka, jo për me zgjedh Prishtinën se s'po dyshoj që ke pas qef, po a e ke pas ndaj vardroje që mos po mdodh si te drita ose a ka qenë ma jo, nuk e kom pas më si te drita se tani më e murra një farë përvoje edhe e vrem për shembull edhe kur t'lyp ekipa. Po, kur dën seriozisht shumë, po. Seriozisht edhe unë kur kom shku në Prishtinë se unë jam i Kaçanikit, pikëshat e kanë shumë mirë me plise. Por pora kur kom lyp në dritën se kom dalë në qytet se diçka se çit ka. Po kur jam bo pjesë e Prishtinës edhe kur kom dalë në Kaçanik ti s'ke pas shumë herë to që ky llet që Prishtinës e kanë e dojnë shumë. Normal Prishtina është. Çfarë vet kur hen Lepenci në Super League, çfarë vet e lun ma frek po foles, se fillim mas luftës jo, po që shpi para 15 vjetë në ashta, loja por e bjen Prishtinës me shku me lu në Kaçanik. Çfarë pritje, domethënë konja 3-4 tifoz, një për lojve spektakël domethënë, edhe çat vet shumë mirë luajn Lependi, kanë pas zëvë të Shabonit se përmendën. Leorekën e kanë pas, po Florent Berisha kanë pas lojtar shumë mirë, po për pak pik nuk mund me mbijetu. E unë kam qef me mbijetu ma gatë se ekipe që bojnë tension në Super League, domethënë që s'është shumë lehtë me shku te atje me marr pikë. Për shembull Vushtreja, Gjakova, mund me na që gjithë me lunë Super League, mos me pas letë, mos a verë kërë shkajsh. Erdhe në Prishtinë, shkumbini pa të du shumë, edhe për ty dhe për Drilionin, se dhest edhe lojtë shumë mirë që atë sezon, edhe na konë të bindu që keni me mujtë me nëzonë vend, edhe klubi ka me përfitu pe juve dhe jo pe klubit. Edhe në sezon e parë të veshlunë shumë mirë, edhe bashkë me Drilionin ku është ku gati bashkë me Drilionin. Është interesant se edhe te Dinamo me Drilionin akon bashkë, na rritë bashkë. Shkojmë dritë, shkojmë dritë në i pori njerë, Driloni është në Ferizaj, shalo me ju njerë, edhe i kalëzën Viktor Kuka, fisit i thëtë është në lejtor të Ljanisjomi, nëse mon është me morë me këshyrë të qysh, edhe ma përmen fisit thëtë, po më ka thonë viki për një lejtor, por nuk është që jam të i besu fërë të nguca, edhe kur thëtë abede veç për cënë një lejtor, si më thëtë për Drilionin, në mo gjithë ditë sarë që jam po me drejtorin, kom thonë Drilionin, paqora, abede do të me morë super lejtore, sene, dikura mo ma banë dhe fisi, hajtë se më lodhe se ka me shku me full, e në karo shumë interesant, këtë klubët i në konë bashkë. E të Prishtina atash qysh e vlerësën që të kohë të Prishtina dhe qysh ke me lu me fanelën e Prishtinës? Për mu gjithë ditë që kom kalu në Prishtinë, kom knaqësi vetë, në më thonë jam konë edhe krenar edhe për vetën, edhe me ne që edhe familja jam më konë krenar që jam konë pjesë e Prishtinës. Të Prishtina nuk me përshkru atë djesi që ma ka ofru fanela e Prishtinës, dhe me thonë jam mirë njës të tanë jetën prej presidentit, drejtorit, Fatën Zejnullah, Zalika, që kam shumë, me thonë si vlotash, janë konë edhe ekonomat e klubit, më starë me përmen, është kushtrim sopa, kitë, do me thonë, Prishtina është për mu, ja vë rekomande lejtore 3 nëse i thirë Prishtina, mos me menu 2 herë kërë. Jo veç 3 ketëve, po si të mos për 3 është. Albini Prishtinë i ka 2 Albini që 2 finalet kupës. Njënën 2 atë është hero, se njënën edhe barazën rezultatin për hu penalin. E në tjetërën ja fiton kupën. Atë folën për që të lojnë e parë me Ballkanin, është Ballkani maj mirë.
në histori, me thonë, super ekip. unë mendoj që ndoshta që ai ekipi më i mirë në Kosovë që ka luajt, edhe nëse e krahason me dritën e sodit, që ai Ballkani kon më kualitativ. Drita shumë kualitative sot. Diskutum pak me Albinin më herët. A pajtuta su pajtut? Po. I thash unë Ballkoni, jo po. që na i sam po thash Ballkoni, po besoj që dritën e sodit njerë para ditë njerë më. Ja, bashkështu mashti e shtire kish pas, po më shumë kvalitet po besoj që ka pas ai Ballkan. Edhe kthani që i ka lym super ekip. Po, këtë në Evropë. Në Evropë shumë. Ka dashur. Që shukon që e ndesh e luhet në drenas, ata në avantazh. Nuk e luaj standard atë luaj se sa isha i kthymë edhe Po, për lëndimit e ke pas një lëndim gas. Lëndim shumë tronë Po. edhe e disha që s'po luaj, po diqysh e prisha momentin edhe jam kon shumë se jam çu mëngjes, jam kon diqysh e kom pas një farë ndjesie të mirë se thesha fitojmë, shkojmë në Evropë, luajmë në Europa League. Çajo moment veç dera e vet. Po, që na mbet veç ajo se në ligë u dorëzuam herët edhe kisha shumë se bile interesant se luaja 1-0 më thirr trajneri më ndru, unë të ndru po 2-0. Po, 2-0. Edhe diqysh më hubi tani të më hubi motivi Egba. Edhe më hubi diqysh edhe motivi thash a vetë 2-0 mo Ballkoni është super ekip, po problem. Po interesant sa futna lojë mas 7 minuta bëhet penall. Po. Edhe pres mos pe kop di kush pe varra na. Se nuk e ke atë. Po atë nuk e kesha problem se s'kisha u alo penall. Edhe marrë e jap gol, edhe interesant mas 10 minuta ose 15 minuta se s'gaboj, e bëj 2-2. Një super gol e ja, pe ona shte gjumë. Edhe kon interesant se ta deshe dal në rast tapet, po trajneri ka pos bajk analiza shumë gjata. Si Shqipëni, se shkollën e Shqipënisë. Sërë që dalë që në rast, për shembull i kompozë bilin atë kunja 3 raste me të majtën dalë goti vetë me për tjere hupi, edhe një qetë gjithë edhe ma banë. Djathën e ke shumë të mirë të majtën nëse mund është pasët. Po. Edhe në finale me Ballkonin e kale Jashanicën, e kale këtë dritin talë bol për bol me për tjere. Edhe në ato moment është shumë interesant. Në kujtu trajneri Egbo. Mos godit me të majtën po pasue. Edhe tash edhe e kisha leën të majtë edhe e shbogoti që unë e përshutej edhe tash hajt ma si ka tja pasaj. Po. Edhe pasaj edhe ja tu besin mes aj nollet. Nollet edhe nashtin me pas shëtu kush e të zotin. Nashtin në 10 au kun. Po, jo, është vazhdime. Vazhdime, po, vazhdime. Në penalti e hu penalin. E hu penalin, unë ju koni bindën që e jep, ama i hupin bajagi penala u Prishtina. Ama unë ju koni bindën që e jep. Me bëni një loj, njopi finale më të mira, ku në Ballkoni fitën krejt qatë sezon. Sezonin e dytë, edhe atë super sezon, prishesh pak me klubin ja 3 muj i dhone, se jo si një muj e gjys, se jo si vazhdo një kontratat, të kishë oferta jashtë. Tashën e gjithë i kun fajsu ata, se lejtarët e mirë nuk dhe të milion me hi në vitin e fundit të që, jo në 6 mujt e fundit, as vitin e fundit dhe të milion me hi, nëse dënë me majtë, po nëse ka potencial me lu në Evropë ti, apet do të me pas në kontrat që me përfitu për ti nëse e shetë. Po klubi dërzohet në fund s'ka qare pa se dënë me Evropë i ligë edhe... Kon shumë interesant se sa shku me Unistenisha gjithë notë të kërëshme bashkë se fëllshme me trilione gjithë dhe detave. Veç preqme theshme mërë i shola, mos përna thirin sonte, mos përna kthejnë, mos përna kthejnë sonte. Kon interesant. E kur na kthejnë, e të qëfar këzimi u konë, si herën e por, kur shka e në Prishtinë, e shumë interesant. Bile na kthejnë ndeshje direkt kundërferizohet. E qysh kalen se ta mujtë e fundit? Mujtë e fundit, normal, kur shka me Unistenisha nuk ka nashti edhe mirë edhe për lejtorin, po pak edhe për klubin, e vedi se po kalojnë atë kur në fond të kryjnë që kena kryjë, fitojmë kupën edhe tani ata harrojnë jesin veç të mirat. Edhe nesër më këthuj koha, ose nesër nëse vjen puna se si dhjetë futbol më këthuj në Kosovë, spori kisha menu Prishtinën, tani këtë klubet tje. Ti të kupën, do me dhone e fitut në vitin e dytë. I vjen e fitove kupën gjatë që smujte me Ballkonin, edhe gol. Edhe emocionalisht edhe kështu shpirtnisht. Po, normal se kisha si peng t'i qysha vede, se kërë bën 2-2 me një loj edhe thu me fitu bosh superhero, se nuk e pret kërkush, edhe kisha gjithë sërë që lujsh me t'i qyshë në vike, edhe kërë posha edhe presidentin t'i qyshë nisha vetin fajt, dhe isha smujta me mja shpërblyja, vede se për e mena ka nejt presidenti Raman Haradinaj, unë me nejt që njoni për presidenta kur nuk ka orë për shemë më të ranu ose dishka e si, super pozitiv.
Në që sezon takohesh me Kavallin, trenerin francez, vjen te Prishtina dhe e bën një sistem ma ndryshe. Në Kosovë luajnë, po jo shumë shpesh, ai luajnë me 3-4-3, Po 3-4-3, 3-5-2, i ndrën, debutojnë edhe lojtarët e ri, Raçi, Gallapeni, i një konë ekip shumë e mirë. Nga konë ekipe e re shumë. Shumë e re. Galla si jep ma shumë aftësi se Galla ka Ma herët, tu me Gabon. me vonë, më duket. Po. Ka i kalu të loj. Po. Po jep ma shumë aftësi, në Raçi luan, ty qëtë me një pozit pak ma ndryshe në kra dhe jep ma shumë golla në qatë sezon dhe. Po, në qatë konë sezoni që këmon golla ma shumë se kitë sezoni Edhe tjerë. se kete kritikoj shumë qysh në kraje, pja up, atë kreativiteti. Ama shumë heke pe krajës se qa ne bjen, kështu heke mirë dhe lëp ke portën. Kështu e kom pos lirinë e trajnerit Kavalle, abete kur isha në lojë, kur i thesh abete qysh mu vendosë se sene e ka pos interesant, dhe që ma peke ti e dhe, s'ko problem. Po. Edhe lusha në krah, po ma shumë jam konë oscilator i lirë, po qanë mes shpesh herë, e pa ta gjithë vetën shumë mirë, bile në gjysë sezonën e por pa ta pos golla. Shumë ke pos golla, 7 Jo, ka 6 golla, po. Qysh u konë me punu me Kavallin? Treneri Kavalle me ne që ka pos super eksperiencë, ka pos super karrierë, po me ne që ka orë me dikur është shumë i vjetër, me ne që edhe pak, nuk e di, pak me ne që ka nënçmu ligën e Kosovës. Po, që ka pos super karrierë, edhe nuk e ka morë menja që ka këtu për shembull ekipe si Drita, Ballkoni, për shembull Ballkoni ka lujt në ligë 2 vjetër anë. E ka pos pak si me ne që e ka nënçmu, ama u konë super strateg kështu. Veç që i ka mungu për shembull fazën përgatitore, në atë sezonin kemi pas shumë të mirë. Po. Se me një fazë përgatitore të mirë, me ne që çaja Prishtinë kish mujt me mrish shumë anë. Shumë. Ose në fund edhe u po 4 lojtarë dollet në Evropë, edhe i ka unë rast treneri Kavalle të shumë. Edhe lojtarë tjerë me përvoj, Limoni, Leo, me thonë një ekip shumë e fort në Prishtina. Kthejme të që e finalja. Po, finalja me Lapin, qyshe she dhe qëfar emocionet ka silë, qaj ndeshe, qaj... Si finale. A u konë trofeju i por për ty si... Kom fitu trofeju për shumë me Dritën, kom lujt po si protagonist. Si protagonist, nuk ka që... Po, qaj është ma... Edhe me kalzu drejt qatë javën e finales një javë, asë kom bujt me flejt mirë, asë nëse më kujtej ka, dhe shaj sholla më rezët, nuk po mdull, edhe një hera për dhe me hup, se hupi nja me Dritën luj 30 minuta kur na mund Lapi, e hupi edhe nja me Ballkonin e thami sholla nuk po mbote treta me huvave, dhe se shumë, po u konë interesant se une jam praktiku si fesi shumë, dhe edhe më pështeta shumë të zote, edhe gjithë ju luta, po qatë javë lutë qa shumë dhe shaj shollave, dhe veç ta fitujmë që ta, dhe dolmi faqe borç, që ka pos, dhe po shqyqër zotit, shkaj mirë finale, fitu, mes pjesëve, bile kur kryet 0-0, nashtë jam, mes pjesëve jam nashtë i lejtori ma i dëptim fush për të dy ekipë, së që mu kopa, na i sen edhe vje, treneri për Maliqi edhe treneri për tjera, me Peselica, ma pan, veç e rejë qitë se ti kemë na i kry lojë. Unë shumë interesant, tani kur e japë gol kitë që im fushë se në vjen trajneri, atë kumë thonë, dhe shumë interesant. Ka pos shikus në atë ndeshje, shumë shikus, referi u konë Gjerman, edhe ka liju, një për i lojëve që më knoqë mas shumë dhe se ka liju futbol më lju, dhe me thonë nuk ka pos shumë faula, se të na referat në përsytë mos në për finale, ose barash. Ma mirë u konë që konë trener Gjerman se s'ka pos protesta, se për shau kërë ka morar më luri kartë të kuq t'i shkon lajt trener i Kosovës aty tani i shboha dhe na për media nashtë, ose trenerat i këshim po shumë të mollë. Ama, është një për ndeshjeve që unë e kom shiu shumë, se shumë pak ndërprerje, shumë raste ka pos, Prishtina ka pos ma shumë raste, ma mirë ka lutë. Po me ne që na konë ma të mirë. Edhe e ka meritu. E mbyll periudën 2 vjeqare me Prishtinën, hopi madh, kalimi në Ukrainë. Qysh erë deri në Ukrainë? Unë interesant se kur isha, edhe so isha të lytë me Prishtinën, fisin, se tash e kam fisin. Po, menager, po. Fisi gjithë ma baj ka bëtin në Ukrainë, është një ekip që është interesu me shumë për ty, dhe gjithë të isha Ukrainë mësë ma përmenë, se luft atje Allah, dhe këshër që Rumania, dhe që të vene tjera, dhe mësë ma përmenë Ukrainë. Edhe shkojmë në Antali, lujna bashkë kundër Koliosi, tash jam pjesë e ati ekipit, edhe është në hotel të mire, sa në kishë edhe ish i lirë, Krasniqi, aty është edhe
rroba e Shqipnisë. Po. Edhe i lidhin edhe vetë çu shkalën e sa ne bani mirë super, është nuk ka ndaj sen. Edhe lyna miqësore, luj mirë në ndeshje, ata veç edhe ishin kont interesum. Edhe mas i kryet luja miqësore apo i fisit apo nëse bre po në ndesh, apo se kushtet e mira ato kanë sene, pse? Edhe ai shkon të pritja pa nuk kry, sene. Mas i kryet finalja, më thirr fisin telefon direkt. Ma ban çështë e kena tamam ofertën tash pi Kollosit, po ta çaj ofertën, këshire sene unë ja baj. Valloj bre, ta menejo njerë se lufta vede. Ja ba nuk kry, menoj se kena kohë sene edhe e krym atë na të festojmë, na mlet, i thamë e ta krym kampionatin, e kishme një lirë me Malishevën, e krym, edhe më thirë si me thonë tonë në telefon, ja ban çështë, nëse jena për po, në fund javë do të me hecë për teste mjekësore. Edhe thamë fisit, më të kallëzu drejtë s'kisha edhe vetë qef shumë. Me shkua? Nuk kisha, unë isha pak se jam mësu me ne gjithë nga të familjes të isha të ke fundit të rria për dhe vjetë Kosovë. Unë e ku menu që kime vazhdu me Prishtinën, do në zemër, ta vazhdu në rritë rogën shumë, të oferte e fundit do gënë shumë e madhe. Po, e vërtetësh. Edhe për ty dhe për Dilonin, po apet mirë që e keni marrë hapin me dalë jarë, së më besoj që gjithmonë do të me provu në Ukrainë, lufta që ne, futbol e luhet këtë tjetër e nanë, normal, edhe nuk është që viti parë, 6 mujtë e parë ti ke zhvillu 6 ndeshje, ke jep edhe gol. Është një sezon i mirë për ty që është hera e parë që del jashtë Kosove. Veç për gol e ka unë i lirë, jo. Po. Po, do më thonë, në fillem... Asistën në ndeshjen e parë më zgabosh, asë që dhe vada. Ose... Ajo. Që kështë të kaldu për atje në Ukrainë, edhe i thamë fisit, e thirën telefon fisin, thamë, nuk jam për me shku. Po. Falë me Prishtinën, e kryna me Prishtinën, nuk jam për me shkua, vete. Edhe ja ban fisi. U kry, po, vete, jam me trenerin se me kalzu kështu drejt, përfaqësu shë se që ka kry shumë punë, nuk konë treneri Gjilone, tash është debatik po, në gjenë. Kam respekt ma për ta, dhe ngu që shpesh, se që tash e tam ti të kam menager, se Curi ka lujtë shumë në Ukrainë, edhe futbol, dhe një inket, dhe kam respekt shumë ma për trenerin Curi. Edhe vjen Curi me fisin të one atje në shpe edhe i kaltojnë babës qështu është puna e kësi nuk ka luftë se në që kini nevoj mu tut unë e kisha veç pak për familja që tutën edhe thesha të kop në onë për që ata bile të ri kënej po për e me kur erë dhe oferta ke shumë e mire sen edhe edhe babi ke u kry shka provoj se normal është hapi madhë Ukrajina kampionati fort edhe dhe tash besoj që më ka dollë mirë nuk ka keq Albin disa ndeshje ke lu, po normal ke pas probleme edhe me lëndime, po të paktën çato ndeshje që ke lu e ke po çfarë futbolli zhvillohet edhe a mundesh me na kallëzu ça dallimi edhe sa ndryshon dallimi atje është normal, është pak kampionat ma fizik, është ma shumë fizikisht, unë kur kom shku në fillim fazën përgatitore e kanë të dek. Kështu dek, shumë vrapime, shumë, po puna që është shumë fizikisht, po i ki senës, nuk nga në sen, i ki fushat e mira, del natural, regenerimin e band mirë, ki do më thonë qëtë, se nëse fullime për nivel kështë, individual, lejtor, e sen nuk kanë e farë, këtu ko lejtor në është individualista shumë atë mirë sa atje, pa atje i ki për shambull kushtet, i ki kitë stëritë, këtu do më thonë na do të me ushtru terene sintetike hala, shumë gjëna për lejtor, me ushtru më fush sintetike. Na në pyetje. Na dim që për dallim për viteve të kaluara futbolli ukrainas shkok edhe i luftës është pak ma dobëse që ka qenë në kohën kur Shaktari, Dinamo na i kena bo çdo vit në Champions League, në Europa League. E kanë fituar. Tash dorën zamën në nivel më i ulët. Po në çit nivel, a mendon që kish mujt në skuadër e Superligës me konkuru futbollin e Ukrainës? Nuk pe di, kështu sakse nuk s'po di ç'a më thon, po për shembull mundesh me shqiptar që te ki drita tash është kualifikuar play-off. Tash ka edhe ekipet Ukrainës për shembull Dinamo Kijevi nuk ka mujt me hiç, po të kallzova këto nëse kishmi pas kushte fusha e sa në që shumë nashta ish bo liga sekra. Ama Shaktari u shku direkt. Po Shaktari është mirë me Arda Turani. Trener. Po, i përcjellë Shaktari.
Unë e përcjell ligën kështu se me po lujt problem, po i shoh videot gollat e qështu se bajagi lejtar tu në lujnë atje. Është edhe Muharremi, është edhe Idiri që e përmenë më herët. Ata dy ftuhen kombëtare, mendon që me paraqitje të mira, ndoshta një ditë edhe ti kemi më rri kombëtaren. Shpresoj shumë, inshallah do zoti, unë bëre kitve është më konë një ditë pjesë e kombëtarës. Inshallah do zoti. Qysh peshe kombëtarën e kena pas qëto kualifikuese shumë të mira, edhe mendon që kem gjosa me plotsu ëndrën e çdo masi kena shqiptarit Kosovës. masi kena mrite inshallah me ndihmën e Zotit. Je kalojmë vetë se kur e mund Suedin 2 herë, nuk ka që këtë tjera të s'kalojmë, pa normal futbollit me pas fat, po. E Superligën apo përcjell hiç? Qit lojt. Si t'ki hoj, si s'kam stërvitje, i këshyre lojt krejt. Si vjetë më e baraspeshume. Si vjetë më e baraspeshume, unë jam si vjetë për më bo kampion, shpresoj shumë më bo Prishtinë. Tifoz i Prishtinës. Mirë të ju si patën do rezultate kështu, po balkonin në në shumë mirë. Më thonë edhe një ditë, balkoni s'po diferenca. Dita tu lodh në Evropë, po besoj që be janarit. Po, për shta kanë mujt me shfrytzuar ashtë Prishtina dhe balkoni. Më largu pak. Po nuk ka që ju distancuna dhe shumë. Ja, shumë ja. Po besoj edhe në një kampionat i balancum. Po, unë e shpresoj në fond. Me po Prishtina. S'është keq me dole dhe Prishtina mund ndërru pak, po dritën e shumë ma favorit tapet. Drita balkoni, po normalisht se po besoj që edhe Prishtina disa ndryshime plus afrimi o trener që e ka fitu 4 herë titullin. Po po besoj që tash me përgaditje kur të merr i bën përgaditje të vet. Po çoni loja ka. Idetë e veta janë nis prej fillimit. Ka me pas ndryshime. A keni jetë me nejt në Ukrainë? Gjën me nejt. A të kanë thirë në Kosovë, sigur të kanë thirë me të vazhdu pak, ka 6 mujt. Kanë thirë, amo, jam qëtë ditë kanë thirë. Jo, ti që tash mu se hek se lufta goti mu kryo. Po të nga vëdhan po i, dhe po në ulet lufta. Ja, bashkë që atër botë interesant, botë ma mirë ato vile. është interesant se për në me kanë besim shumë malë dhe trenerat atje në mua dhe drejtorat edhe ketë. Se e din që mendojnë që kam potencial për atë ligë, po normal nuk e që më kanë shku shumë mirë ta 6 muaj se u lëndova, po lëndim, edhe tash jam veç në fund lëndimit, bile nuk shumë frekt po me trenerit, ta o mirë, tash që e këty, se ta kur t'ja nismi e kampionatit nuk njojnë ekipë. Ekipë, dhe t'kanë arru. Si transferi miri. Gollën më se ke në përgaditje, në mitësore. Pe penalet se mu ka met në kryti qka. Jo, po, aty atë gol janar si të klejës. Ja, duke që lojnë e parë që ka lujt me ta, ose dytën përgatitje ka... E kënë dhirë penal, Desha që ke ndikun loj, e desha, edhe u gëzova, thash që thash Samir me njëherë, thash u kap ato, edhe se desha që i liri është, ka me të njëmu për pjesën e qytetit, gjuhës e kështu. Që unë po si liri më ka njëmu te për atë, se është o konë ma herët edhe i ka ditë sen. Atë që janë edhe ka njëmu te për shumë. Apo keni problem me shkoku i gjuhës, a ushqimet, a janë kështu? Ushqime, se kom prit që më konë qashtu i mirë, ose më ka roa, me në ruë, se dishka, gjuhën është pak problem, po ko që e folin anglisht, me kena si analist, aty na rënë gjithë mas vete dhe na si të kohë diçka, se treneri nuk e flet anglishtën. Po a i flet dyat, edhe i përkthen për dy part. Lojt po më duket, ja e bënëm një elaborim karrierës edhe... Kjo karrierën shumë gati ka përpara, i ri edhe besoj që kena me pas mas një kohë me fol për sukseset e mdoja të Albini. Na të shpresojmë fillimisht më këthy 100% për lëndimit edhe që këtë 6 muaj i dytë me 8 sa ma mirë me pas sukses edhe me bo hopin tjetër në karrierë. Inshallah, shpresoj shumë. Me shkut e Turani, dhe të mashaka. Po së edhe një kampionat ma të fortë. Ukraina gjithmonë i ka furnizu. Gjermani, si të mos, po plus edhe me Braziliane, me këse dhe Manal. Ka qit lejtarë në për Itali, Spanjë. Shaktari në Chelsea, në Premier League, Këtë janë kom me Fernandinho, me... Ka pos Douglas Costa, Shumë ka pos e ekipën e fort.
Albin, faleminderit shumë që ke gjetë kohë. Faleminderit për juve konkret. Të urojmë suksese tutje. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Albin, të urojmë sukses. Lodho dhe i falenderojmë sponsorat tanë gjithsesi Golden Eagle, Ermin edhe X-Fizz, ndërsa me juve shikues që jemi në javën ardhshme. Mirupafshim. Mirupafshim.